duhen hetu çështjet. Dhe ne kemi rastin. Ja, po marrim rastet e mëdhaja. Rasti Tahiri. Sajmir Tahiri u vënë në akuzë për grup strukturuar kriminal, sapo ai u kthye nga shtëpia Barçi që shkoi me Xhiramën. Dhe ne e pam që ai në fund u dënua për 150 euro shpërdorim detyre. Kjo është tallje. O, më thënë, hetoje çështjen e grupit strukturum kriminal, siç ke rastin e Akshit. Akshi është akuzat janë të tmerrshme, grupi strukturum kriminal. Kjo drejtoresha e Akshit. Më fal një minutë, që i kanë sekuestruar telefonat. Pse duhet ketë 7 telefona? Pse duhet ketë 7 telefona drejtoresha? Këtë se kuptoj. Nëse flas, unë po them, nuk ka pse të hetoj Spaku për grup strukturuar kriminal. 7 telefona, e dyta. Nëse do diskutohet për tenderat, ky Spaku nuk është audit. Spaku kap vjedhjen. Shumë e vështirë për të kap korrupsionin. Ju e keni pa në Amerikë, kanë qenë në raste të rralla kur governator si Blagojevici e tjerë u kapën me presh në dur. Mo ka korrupsion dhe atje sa dush, por kur vjen puna, është shumë e vështirë për ta kapë dhe hetimi bëhet gjë të tjerë. Pikërisht këtë, edhe e kam përmendur më normale, edhe me rastin e Erion Veliat, por se duhet të arrestohet majori New York. Është gjeni e tjera akoma, marroi mandatin. Akuzat e kishte të rënda, Erik Adams. Shumë të rënda, 12 akuza. Bile ndihmoi Prokuroria Federale. Tashi, kjo që thuni ty është plotësisht e drejtë, sepse Tahiri për grupi strukturuar kriminal dhe përfundon me 18 mënyrë. Mbars Mali, Polli 1000. Ku është grupi strukturuar kriminal? Kush ma përgjegjësi për gjithë këtë? Pikërisht. Sepse u përdor politikisht e gjitha të gjitha bëhen për një arsye. Ato bën një arsye për të sfumuar nisjen e reformës në drejtësi, ndalimin e reformës në drejtësi, sepse flas friga nga Spaku. Friga ka qenë vetëm për 2 çështje të mëdha, ose disa çështje të mëdha, ku është 20 janari, ku është Gërdeci, të cilët, për shembull, Gërdeci është në radh parë është aferë korruptive përveç tragjedisë. Aferë korruptive në kuptimin e plot fjalës. Aferë korruptive nuk është hapur kjo. E cila është zbardhur nga New York Times dhe Tema, gazeta Tema. Ajo është tamam grupi strukturuar kriminal, trafik armësh.